Rikthehemi në studio për të biseduar edhe me musafirin e radhës. Tema është bigjozi, kazinot dhe bastoret sportive. Janë bërë një problem serioz në Maqedoninë e Veriut, duke ndikuar negativisht në shoqëri, se veçanërisht tek të rinjtë dhe familjet me të ardhura më të ulëta. Në vendin tonë numri i objekteve të lojrave të fatit është në rritje, shpesh duke operuar pranë shkollave dhe zonave të banuara, duke u bërë më të lehtë qasjen e të rinjve në këtë varësi shkatëruese. Sot në studio me ne kemi të ftuar Jushi Emrullahu, një aktivist dhe një profesor i cili merret me problematika sociale dhe për të ndikuar mbi ndikimin e lojrave të fatit, bigjozit, politikat e shtetit dhe hapat e nevojshme për të luftuar këtë dukuri. Mirë se erdhët zotëri Jushi. Faleminderit edhe ju për ftesën. Unë fillimisht dua të filloj pak a shumë me aktivitetet që ju krijoni, po ashtu protesta dhe organizimet e shumta që organizoni dhe që keni organizuar në vijim. Të flasim pak më shumë për këto aktivitete dhe organizime. Faleminderit për pyetjen. Një herë muslimanëve uroj festën e Fitër Bajramit dhe ju dëshiroj shëndet dhe paqe. Lëvizja anti-bigjos funksionon që 7 vite, se dikush në drejtohet se ka lindi ideja për të formuar një lëvizje anti-bigjos. E dashti koha, se koha na detyroi që të riorganizohemi për kundër lojrave të fatit, pasi në Maqedoni është të kalu çdo normë njerëzore apo shoqërore dhe ka arritë numri dikundin 1860 kazino dhe bastore kanë në Maqedoninë e Veriut, ku në proporcion komunal bie që çdo komunë të ketë nga 18. Në me thënë, jemi një shtet enorm me lojrat e fatit. Prandaj ne si lëvizje anti-bigjos jemi mundu të ndalojmë këtë dukuri negative, të zvoglojmë numrin e këtive, po ka ndodhur kundërta. Ne kemi organizu protesta edhe në Tetov, Gostivar, Manastir, në gjithë Maqedoninë. Funksionojmë si lëvizje në gjithë Maqedoninë, kemi antar dhe gjithë Maqedoninë. Po pushteti dhe kjo politikë që ka udhëheq dhe udhëheq sot nuk e ka dhënë rezultatin e duhur. Edhe pse gjithmonë janë mundu të gjejnë arsye se njëna palë pajtohet, njëna nuk pajtohet, duhet votohet parlament, duhet me 3 metra në dorë që të matim sa metër do t'i largojmë prej qyteteve tona. Dhe ne kena prit që pushteti do të bën diçka që të fillohet nga dikundi, se deri tash nuk ka kur një fagligji rreth lojrave të fatit për mbrojtjen e qytetarëve dhe rinisë në Maqedoninë e Veriut. Si është një gjendjen momentale në vendin tonë me lojrat e fatit dhe të themi të gjitha këto bastoret dhe bastoret sportive? Momentalisht si është gjendja jonë, duke marrë parasysh pak a shumë edhe nga rajoni? Gjendja alarmante. Të gjithë liderët politik, kryetarët e partive politike, me kryeministër, me kryetar shteti, me gjithë ne kemi pas takim. Pas me kryetar parlamenti, me gjithë, s'ka organ dhe deputet në Maqedoni që ne nuk kemi pas takim, tu mendu se do hasim në mirë kuptim dhe do të shofin edhe ato gjendjen si që e shofim ne, si që e shef populata dhe kjo shoqëri. Po në teren do dhe në kundërta, ku nuk e kanë dhënë rezultatin e duhur, atë që e kanë premtu, nuk është realizu. Ne kërkesat e lëvizjes anti-bigjos kanë qenë 3 kilometra jashtë vendbanime, jashtë shtëpive tona. Ku ne nga protesta e Tetovës, ku arritëm të kemi të gjithë komunitetet fetare, në pavarësisht të konfunksion i përkasit, të gjithë i kishin protest. Të gjithë janë me një qëndrim dhe një përkrahje të ne kanë dhënë pa rezervë, se edhe në fetë tjera është ndalume, edhe fetarisht, edhe kanë kërku mbrojtjen e rinisë edhe dhe organet fetare. Po kanë ngecë punët mbas. Dhe tash presim nga pushteti i ri, që është formu, se ne pak kemi pushu në kuptimin e fjalës se hajde 100 ditë, kemi dhënë 200 ditë, kemi dhënë afat, edhe pse ky pushtet është marrë me kërkesat e lëvizjes anti-bigjos,
gjithë fushata është bërë në kërkesa televizjes anti-bigjos dhe tash nuk shohim kur një farë lëvizje, tash nuk shohim asnjë heshtet gjithçka, asnjë farë lëvizje nuk ka rreth lojrave të fatit. Takim me kryeministrin kemi kërkuar që 4 muaj që kërkojmë, ende s'kemi përgjigje nga zotri Mickovski dhe shfrytëzoj rastin të bëj edhe një apel publik se ne jemi të gatshëm dhe kërkojmë një takim dhe me gjithë partitë politike shqiptare që janë sot në pushtet me amblemën e Vlenit që të bëjmë një zgjidhje, të bëjmë një marrëveshje ne çfarë më atuqe. Se ne si lëvizje me presionin ton që kemi bën gjatë periudhës që veprojmë si lëvizje, arritëm që bëjmë një kompromis me pushtetin e kaluam, nga 3 kilometra në 500 metra vijë ajrore si fazë kalimtare. Që do me thënë nga dikundit të fillohet, e kupton? Edhe ajo në parlament nuk kaloi, rastin e parë kaloi, votuan deputetët, kryetari i shtetit e kthej edhe një herë pse me flamur evropian, ku u detyruan pushtetit ta shtin me flamur evropian, pasi 4 vitet më para kryetari i komisionit ishte i vëmëros dhe nuk e vinte në rendite. Edhe pse kemi pas takim me tene, ishim debat publik në Parlamentin e Maqedonisë, foli ma mirë se ne, ish briljant në atë bisedë, në atë fjalimin që e mbajti, dhe në fund tha unë do të votoj kundër, ta se këtë liqë nuk e bim ne, tha e bje pushteti. Kjo çfarë politike u thiqet kështu. Flasi sheshef se është punë negative dhe në fund të deklarohet se ne nuk e përkrajmë dhe ne nuk e vëmë rendite. Për rendin e ditë që kalojmë me flamur evropian, nuk arritëm t'i bëjmë, nuk jemi ne ata që votojmë, janë deputetët ata që votojmë. Nuk kaloj ligji, tash presim çfarë, se kemi pas atër ofertë se ne si të vim pushtet dhe mbillim, dhe i bëjmë tash hajde të shohim si. Si mendoni zotri Ushqim, a është vetëm të themi qeveria dhe organet politike të cilët nuk duan ta lejojnë që të ndalojnë këto lojra të fatit, apo mendoni që edhe vetë populli nuk është, qytetarët nuk janë shumë të vëdisuar për negativitetin që mund të sjellin në jetët e tyre këto lojra të fatit? Popullata është e vëdisuar, pasi ne kemi problem esencial me intelektualët Maqedoni. Nuk vjen keq ta them kështu, po apo shtresa e pasur. Edhe shtresa e pasur, edhe të gjithë intelektualët, se ne ende nuk kemi të pa një shkrim nga intelektualët, rreth kësaj dukurie që e prekim për çdo ditë, edhe ne, edhe fëmijët tonë, edhe gjithë. Ne para 3 viteve organizuam debate publike dhe bëm thirrje universiteteve që janë në Maqedoni, që të organizojmë debat publik, ku të marrim pjesë edhe ne si lëvizje të shpalosim çfarë problematike është kjo dhe çfarë sjell, çfarë pasoja ka mbas lojrave të fatit, ku na u përgjigj veç Universiteti i Tetovës. Dhe mbajtëm debatin publik, nga ati durën me 3 konkluzione të universitetit. Ne kishim qenë shumë të but në të kuptimin e fjalës, se sa që ishim profesorët që u theqën atë tribun dhe asnjë universitet tjetër nuk e pat arsyeshme të natyrën neve që të organizojmë. Se ne kemi kërkuar edhe në për shkollat mesme të shtjet në program, në shkollë fillore të shtjena për programe, të udhëhiqen fëmijët, të shifet të sqarohet fëmijëve se çfarë pasoja negative sjellin lojrat e fatit. Asnjë se ka pat arsyeshme që të merrte një masë mbrojtëse, se për momentin nuk ka asnjë ligj mbrojtës. Tash ne nuk jemi Amerikë, apo se problemi më i madh ishte me ambasadorin austriak që ishte në Maqedoni, se kur është ligji që të kalon me flamurin evropian, duhet të reagoj ai se keq përdoret flamuri evropian. Se aparatat prodhohen në Austri. Dhe investimi austriak është shumë i madh në Maqedoni. Qofse është investimi shumë i madh, investohet në aparata për lojra të fatit, për komar, për plaçkitje të kësaj popullate, atëherë pse Vjena është 1.9 milion banor, ka një kazinë, edhe atë ka jashtë qytetit.
Ne nuk kërkojmë diçka ma shumë se sa Evropë, ne tankojmë, kërkojmë hyrje në Evropë, edhe ne të bëna pjesë e familjes madhe evropiane. Po si do të futemi në Evropë shumë? Nga vendet fqinje jemi të vetëmit që kemi lejem? Vetëmit jemi, se në Shqipëri, po qeveria e Shqipërisë mendoj liqë, brenda 6 muaj i mbilën, ne filluam para, Shqipëria realizoi para neve. Kosova filloi mbas neve, i mbilën para neve. Ne kemi ngel një bastion i gjithë shteteve fqinje që këtu vihet, këtu luhet, këtu bëhet komarr me një fjalë, kupton? Po ne kanë marrë drejtën e edukimit fëmijëve, se ti fëmijë si japish një 50 denar apo 100 denar për shkollë, ai duhet të jenë herë të frekuentojë këta lojrat e fatit pa mandej të futet shkollë. Jemi në gjendje me të vërtet alarmante, edhe pse gjithë e pranojnë, po nuk marrin masa. Tash është interesi shumë i madh. Ne dhënat zyrtare që i kemi, 2.700.000 euro në ditë merr UJP-ja, me 23%. Tash bëhet pyetja sa janë 77% që marrin kazino, që marrin grupet kriminale, mund t'i qush. Pikërisht aty dua të dalë, a mund të themi që ka presion nga grupe të fuqishme ekonomike, të cilet ndikojnë për mbrojtjen e industrisë bigjozit? Presion ka, si që kanë bërë presion edhe nda neve, po presioni shtetënor, shteti duhet të mbrojë qytetarët e vetë. Nuk mund të mbrojë interesin e klaneve se bandave që funksionojnë, se të lojrat e fatit nuk janë investu para për prodhim apo fabrika kemi hapë ne. Tash nëse kjo është investimi i huaj, që të mbrohemi ne në atë se është investimi i huaj, e kemi shumë gabim. Se nuk mund kishte të ekziston për lojrave të fatit. Se humnerën e ka shumë afër atëherë. Nëse nuk do bëjmë një zgjidhje, ne që një marrëveshje që ne jemi të vetëdijshëm se në gjithë botën ka lojra të fatit. Po jo në këtë masë ne që jemi, ku dalishtin Tetov, Gostivar, Shkup, në Gjevgjeli, në Strumic, ku që kështë i kje ka 50-60, kësë është nuk më normale, ka hupë sensin e normalitetit. E si të mbrohemi ne, tash duhet kërkojmë një zgjidhje se si të mbrohemi nga këto, si të mbrojmë fëmijët ne nga këto. Ku të gjitha janë se asociacioni i lojrave të fatit, që kanë formu një asociacion, dalin dhe shpesh mbajnë, kemi pas edhe debate me to, se nuk i lejojmë fëmijët ne të futen në për kazino dhe në për bastor, që së është e vërteta, se ne kemi foto, kemi qizime, fëmijë 10 vjeqar, ka familje nana, baba me fëmijën 5 vjeqar dhe fëmijën në Kolic 1 vjeqar, kanë hinë kazine lujnë familjarisht. Qofse ti japish mundësin të luje familjarisht, e do të luje. Jo rastisht ne kemi kërku që të largohen jashtë syrit fëmijëve, jashtë shkollave. A do të shkoj dikush në Gjevgjeli të luje, po për në të shkojnë të kallë maqinën në të shkoj. Ne jemi të vetëdijshëm se do ketë lojra të fatit. Më jo në këtë gjendje që jemi ne, çdo shkollë, çdo çerdhe, çdo shkollë mesme, çdo universitet ka para dere, a kupton? Ajo josh të rinin, i detiron rinin, dasht e pa dasht që të futen në për këtë lojrat e fatit. Zotëri Jushu, mua shumë interesant të dinë ndonjë histori që keni dëgjuar, një ndër historitë më të vështira apo më të rënda që keni dëgjuar, e cila të themi ka shkaktuar dhe ka shkatruar familje apo edhe një jetë të tërë. Ka shumë. Besoj. Ka shumë. Ne të statistika që i kemi në asnjëherë nuk ka pas kaq divorce në Maqedoni. Shkak i lojrave të fatit. Të gjithë e pranojmë, për të gjithë duhen të ngelin anonim. Se nuk duhen të marrin që të merren mediumet me këto raste. Po veç në Tetov ka pas dikmundi 500 divorce. Shkak i lojrave të fatit. Nëse ne shkojmë në shkatrimin e familjeve tona, atëherë çfarë na duhet shteti? Nëse një familje shkatrohet tjetra,
Atëherë çfarë presim ne prej këtij shteti? Ne kërkojmë që shteti të jetë prindi jonë, që të mund të na edukojë, nëse ne si qytetar mund të gabojmë, shteti ai që dënon, po jo shteti të shkon në shkatrim. Dhe ka shumë raste edhe shumë ladhimshme, po nuk do doja ti shpalos se kanë ardhur njerëzit besime, kanë thënë. Normalisht, po. Po edhe du të arrujat sekretin e të gjithë atyre familjeve, po shumë e dhimbshme është se është shtu shkak i lojrave të fatit, janë shtu droga, është shtu prostitucioni, është shtu vjedhjet, të gjithë këto elemente negative, po i kenë lojrat e fatit. Prandaj edhe ne kërkojmë një mbrojtje shumë të madhe dhe një organizim shteti që duhet shteti të bëjë, se ka obligim për të bëte. Të gjithë deputetët kanë marrë votën e qytetarëve për mirëqenie dhe për të rregullu jetën e qytetarëve, jo për të anëzin jetën e qytetarëve. Deri tash ne jemi tu pasë ka qëllim dhe një që duhet lëvizje diçka prej vendi që të shkojë për më mirë. Zotëri Joshi, për të gjithë ata që janë të mvarur nga kjo, të themi, fatkeqësi e lojrave të fatit, ku mund të drejtohen? Kemi ne qendra në Maqedoninë e Veriut, qendra të rehabilitimit, të cilët mund të përmirësojnë gjendjen e tyre e rënduar, e cila vjen nga këto varësi negative. Kemi në Maqedoninë e Veriut vende të tilla? Jo, nuk ka, për se është qesharake, se kazinat dhe bastorët kanë punësu, kanë i psikolog, se ata do t'i shërojnë ata që bëhen të mvarë. Kjo është vjelish pa fjallë, është qesharake. Absurde. Dalin vetë pranojnë se ne di shërojmë. Ne duhet parandalojmë, jo të shërojmë. Në qoftë se ne kap kanseri, ne jemi vonë, ne duhet të parandalojmë kanseri. Ne për momentin e ka kaplu, këtë Maqedoninë e ka kaplu kanseri. Ne kemi qenë gjithë Maqedoninë, gjithë qytetet ne kanë dhënë për krajë të flasë për qytetarët e sinqertë dhe si shoqëri. Të gjithë qytetet ne kanë dhënë për krajë. Mungon disponimi politik, se politika këtu është ajo që duhet t'i zgjedhë këta probleme. Nuk mund t'i zgjedhin qytetarët në rrugë. Qytetarët dhe një protest, të tregoni pak kënaqësi, të jep një mesazh se duhet veprohet diçka. Këto deri tash nuk janë të vepruar. I vetmi liq ka qenë pushteti i kaluam që hini me flamurin evropian. Nuk arritëm ne, kemi lutë të gjithë deputetët se nuk votojsh për ne. Se nuk jemi ne ato që as lujmë kazino, as jemi pronartë ati në lojrave të fatit. Kemi lutë deputetët votoni për interesin e fëmijëve tuaj. Të gjithë premtuam se të votojmë, ma në fund të ligji nuk kaloi. Në më thënë ka interesi i madh, është interesi shumë i madh, po nuk mund ata të shkelin mbi fëmijët e vetë dhe fëmijët tonë që të përfitojnë interes politik. Dhe interes me para, i joshin me para, është e vërtet. Po kur është në mpitje ekzistenca një shoqërie dhe rregullimi i statutit të shtetit, ti duhet të kalosh mbi interesin e parave. Normalisht. Këtu për momentin është me të vërtet problem, pasi kjo qeveri nëse do vazhdon kështu nuk shoh zgjidhje. Si mendojnë, cili qytet në Maqedoninë e Veriut është më i prekur nga lojrat e fatit, apo tani që keni edhe një statistikë me lokacionet më të shpeshta në një vend, është Shkupja apo Tetova, të themi? Si kundra që janë popullatë, sa më shumë popullat, më shumë lojrat fatit ka. Shkupi, Tetova, Gostivari janë qendrat të mbi ngarkume, të them, jo stër ngarkume, të mbi ngarkume, që arrin numri të jetë mbi 200 Tetova me bastore dhe lojrat fatit. Gostivari njëjto për afërsisht, Shkupi është shumë më shumë, se është shumë më i madh. Dhe këta politikanë, ati kalojnë, nuk i shojnë. Mu merth është shumë e dhimbshme, kryetari i shtetit, para zgjedhjeve, mendoj pa hinë fushat zgjedhore, erdhin në Universitet të Tetovës dhe të mbaje tema rinia dhe ardhmëria në Maqedoni.
Edhe u isha misafir në Universitet Tetovës, në atë debat që organizoj një herë pritjet e kryetarit dhe kërkum një përgjigjet në e, se ka erdhin Tetovë, ka kaloj në Tetovë, kaloj pranë kazinove, është një Las Vegas Tetova, a nuk i shef kryetari shtetit? Thash me çfarë drejte dhe mbash ligjeratën rinia dhe ardhmëria, çfarë ardhmërie dhe vuj apish ti si president i shtetit në kur kalon mbi 200 kazino i ke parasive tu. Çfarë të bëjmë ne për t'i mbrojtë fëmijët tanë? Këta ne kanë marrë drejtën e edukatës fëmijëve, sigurimin e fëmijëve, ne nuk kemi mundësi se si individ ka që të sankcionojsh, por ne si shoqëri presim të nuk mund para shkollet jetë 20.000 hinë në shkollë dhe 22 dhe hinë, a kupton? Është ne të presim që të ndalen këto të largohen njëre si fazë e parë 500 metra larkë shkollave fillore dhe të mesme dhe universitete, ku në për gjithë qytetet e Maqedonisë mund ngele një apo asnjë në për qytet mrenda, ngali se këtë shkolla fillore dhe të mesme janë në për qendra qytetit, e kupton? Nes në ngelen gjë tjetër përveç se të vazhdojmë me protesta që nuk është e rregull, si kjo shoqëri presin një ndryshim, presin një rezultat, deri tash nuk ka kuni fa rezultati. Ne kemi dërgu e mail edhe Vlenit për takim të gjithë edhe partive, një nga një, si parti edhe si koalicion, deri tash nuk kemi asnjë përgjigje. Gjatë gjithë fushatës u morën me kërkesa televizës anti-Bigjos dhe tash nuk veprohet, tash shohim një rezultat në çfarë ku arrim. Zotëri, ju që jemi në momentet e fundit të emisionit për ditën e sotshme, dua të ndaj, në fakt ju të ndani një mesazh për të gjithë ata që janë të varur nga kjo, të themi, varësi kaq negative, mirë po edhe një mesazh për të gjitha institucionet për të marrë edhe masat e duhura për një herë për gjithmonë në fakt të largohen nga zonat më të frekuentuara nga fëmijët, studentët, moshat më të reja, mirë po ashtu edhe të ketë disa rregullore të cilat duhet të respektuar qoftë për lokacione, mirë po edhe pak a shumë ndoshta të tërhiqen të gjitha nga qytetet më frekuentuese. Ne kemi dhënë shumë mesazhe, shumë thirrje, me shumë takime, edhe me drejtorat shkollave, edhe me rektorët universiteteve, me profesor, me gjithë shka, po nuk parandalohet smundja, se është infektu rinia. Sa tash duhet të shërojmë ne. Asnjë nuk e se dalim pi temës në temë, ku qenë me një program Maqedon, ta A1 që ishte, 1A, se këti qëfarë. Ato e mas sinqert pak. Më vjen keq të më shumë. Se ato paraqitet nana dhe baba i fëmijës, tot mi ka marrë, më ka lidhë për karike, mi ka marrë parat me zorë të fëmijë. Te ne ndodhen e kundërta, ne mundohemi t'i mbulojmë. Ne derisa i mbulojmë nuk mund t'i shërojmë. Ne duhet bëjmë një zgjidhje, të parandalohet një herë, pa mandej të merremi me shërim. Nuk mund ne të shërojmë se ka dalë jashtë kontrolle është, gjithë rinia është jashtë kontrolle. Se këta janë, është bërë normal si sport u vjen kjo këtive, rinisë. Për atës mund të, ne pushtetit i kina dhanë shumë herë mesazhe, në të bëjbe një zone gjelbër të është në Tetovë që kanë pregatit për fabrika. Ne të bëjme me kazino, të mbush ati, po ne të bënë me hekra u kohë. Ne të veneroj ati, ne të plotësojnë, ne të respektohet ligji. Kushtet. Bini moshën 23 vjeqare, kanë drejtën për të lujtë. Po nuk e ka fëmiu 10 vjeqar drejtën, 12 vjeqar drejtën. Më vjen keq gushtime dhe familjeve në Koçan, me qëfar drejtën në atë disko, në atë japish fëmijës 13 vjetë, 14 vjetë, hyrje në atë kazin, do me thonë në atë disko. E njëjta ndodhen te kazinot. Do me thonë, nuk respektohet ligji që ekziston sot. E qëfar të presim nëse do të ndëshon diçka ma shumë. Shumë e saktë. Sa do që tjetë ligji i keq, është maj mirë se jo ligji.
I keq, po duhet ta shohim ku është që ta përmesojmë. Çdo fjali e keni me vend, zotëri Jushi, mirë po ne jemi në momentet e fundit edhe unë do dëshiroja që të kemi sërish në studio të kemi për të biseduar edhe më gjerë rreth kësaj teme, për aktivitetet e shumta që do të organizoni dhe për vëdësimin qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të organeve kompetente politike të cilët duhen të ndërmarrin disa masa që të respektojnë ligjet të cilat kanë vendosur vetë ata. Shpresoj që të keni shëndet të plotë dhe të takohemi edhe radhet tjera. Faleminderit edhe juve. Dëshiroj sukses edhe juve. Jemi tapur ne për kur do herë që keni nevojë dhe politikës që bëjmë me dije se të mbrojnë fëmijët e vetë do të na mbrojnë edhe fëmijët tonë. Shumë saktë.